Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një recet shumë të thjesht, edhe buk edhe gjell. Qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në një enë do shtojmë 2 vezë, 150 ml qumësht, 2 lugë gjelle vaj ulliri, shumë pak krip dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Do shtojmë 5-6 lugë gjelle me miell gruri, sigurisht mund ta përgatisni edhe me miell misri. Një maj lugë e plur fryrës dhe vazhdojmë përzierjen. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Do shtojmë djath rreth 100 gram, mund të zgjidhni çfarëdo lloj djathi që ju preferoni, prosciutto ose sallam sipas dëshirës. Vazhdojmë përzierjen gjithashtu derisa të na bëhet një masë e njëtrajtshme. E lyejmë tiganin me vaj ose me gjalpë sipas dëshirës suaj dhe vendosim masën aty për pjekje duke e hapur mirë. Do ta pjekim në zjarr të ngadalt në tigan duke mbuluar me kapak dhe duke lëvizur her pas here pasi masa të mpikset derisa të krijojë këto vrimat që shihni kështu në sipërfaqe. Në këtë pikë do ta kthejmë në anën tjetër, do ta lëm edhe pak, jo shumë, në mënyrë që të mos na digjet dhe e vendosim në pjatë. Do ta lyejmë sipërfaqe me gjalpë për të patur aromë më të mirë dhe për të qëndruar e butë, gjithashtu edhe majdanos sipas dëshirës. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani në koment. Siç e pat, nuk ka recetë më të thjeshtë se kjo. Edhe bukë edhe gjelle do ju marr shumë pak kohë për ta përgatitur. Unë ju ftoj ta provoni dhe ta shijoni pasi jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Gjithashtu është një ide shumë e mirë për t'ia marrë me vete në shkollë, në punë, në plazh, kudo që të shkoni. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.